Deputeti vetëvendosjes Arber Rexhaj ka thënë se shumica deputetëve nga minoritetet do të jenë pjesë e qeverisë. Më mendoj se në shumicë, pra pothuajse të gjithë që do i përfaqësojnë interesat e minoriteteve, do të jenë pjesë e qeverisë, ka thënë ai. Rexhaj ka thënë se është e rëndësishme krijimi i kuvendit dhe zgjedhja e kryetarit, duke shtuar se shpreson që deri në 15 prill të arrihet edhe votimi i qeverisë. Të zgjidhet kuvendi, kryetari i kuvendit dhe në afatin 15 ditor pra të votohet edhe qeveria, ka thënë Rexhaj për front duke theksuar angazhimin e partisë për të përmbyllur këtë proces me një kohë të shkurtër. Rexhaj ka shtuar se megjithse qëllimi është të arrihet formimi i qeverisë deri në 15 prill, ka ende kohë për të analizuar mundësitë. Ne do të donim që më 15 prill të votohet edhe qeveria, por deri atëherë ka kohë dhe Kurti si kryetari vetëvendosjes do analizojë numrat e qeverisë dhe në këtë mënyrë mendoj se po analizon edhe mundësinë e qeverisjes, ka shtuar ai. Ai ka përfunduar duke theksuar se përveç mundësisë së krijimit të një shumice të qëndrueshme, vetëvendosja përshkruan edhe mundësinë për një bashkëpunim me parti të tjera, duke nënvizuar se kjo do të bëhet vetëm nëse është e lavdërueshme për vendin, apo do të kemi ndonjë bashkëpunim me ndonjë subjekt politik, ka thënë Rexha. Analisti Halil Geci ka reaguar pasi kryetari i DDK-s Lumir Abdigjiku ka refuzuar ftesën e Kurtit për takim. Geci përmes një shkrimi në Facebook ka shkruar se LDK-ja po zgjedh të bashkëpunojë me ata që shkatëruan, ndërsa refuzon të bashkohet me ata që luftojnë për sovranitetin e Kosovës. LDK po zgjedh të bashkëpunojë me ata që na shkatëruan, ndërsa refuzon të bashkëpunojë me ata që luftojnë për sovranitetin e Kosovës. Dyftësia e LDK-s është e papranueshme. Si ka mundësi që kjo parti të bëjë koalicion me ata që na vranë, na shanë dhe na akuzuan për tradhti, dhe që për më tepër kanë penguar të afërmit tanë të na varrosin, duke penguar dhe ndaluar ata që në shoqërimin në varrim. Si ka mundësi që LDK-ja të formonte qeverinë me listën serbe dhe t'i priste ata me duar të hapur, ndërsa këta ishin ata që vrisnin në Beograd. Nga ata që na dojgjën shtëpit na vranë fëmijët dhe dhunuan mbi 20.000 gra dhe vajza. Dhe tani, për një fjali që Kurti përdori hajvanat, LDK refuzoi bashkëpunimin me ata që kanë ndihmuar për të ashtrirë sovranitetin në çdo cep të Kosovës, thot Geci. Ai vendim i LDK-s e quan të papërshkrueshëm dhe shkelje e interesit më të lartë të Kosovës, gjërsa i këshillon të mos bëjnë koalicion më përdukënte listën serbe, sepse do të jenë të humbur. Në vim, shkrimi i tij plot, LDK preke kokën, numëro deri në 10 dhe mendo mirë, mos e shkel mundin dhe punën e atyre që ndihmuan në ndërtimin e shtetit dhe mos u bëj argat interesave të Serbisë. LDK po zgjedh të bashkëpunojë me ata që na shkatruan, ndërsa refuzon të bashkëpunojë me ata që luftojnë për sovranitetin e Kosovës. Dyftësia e LDK-s është e papranueshme. Si ka mundësi që kjo parti të bëjë koalicion me ata që na vranë, na thanë dhe na akuzuan për tradhti dhe që për më tepër kanë penguar të afërmit tanë të na varrosin, duke i penguar dhe ndaluar ata që në shoqëronin në varrim. Si ka mundësi që LDK-ja të formonte qeveri me listën serbe dhe t'i priste ata me duar të hapura, ndërsa këta ishin ata që vinin nga Beogradi, nga ata që na dojgjën shtëpit, na vranë fëmijët dhe dhunuan mbi 20.000 gra dhe vajza. Dhe tani për një fjali që Kurti përdori hajvanat, LDK refuzon bashkëpunimin me ata që kanë ndihmuar për të ashtrirë sovranitetin në çdo cep të Kosovës. LDK sa herë që i duhej pushteti, e lavdëronte dhe ndihmonte përdukënte listën serbe dhe tani me gjithë forcën që po investohet për të mbajtur këtë sovranitet dhe integritet të Kosovës, LDK-ja thotë jo për bashkëpunim me vetëvendosjen. Ky është një gabim i papërshkrueshëm dhe një shkelje e interesit më të lartë të Kosovës. Thirrje e hapur për partitë e vogla dhe veçanërisht nga LDK-ja, mos bëni koalicion me ata që kanë shkatruar Kosovën dhe që punojnë kundër saj, mos bëni koalicion përdukënte listën serbe, sepse nëse e bën, jeni të humbur. Ky është momenti që historia do t'ju gjykojë për veprimet që do të bëni sot. Kosova ka nevojë për një qeveri që do të luftojë për sovranitetin dhe të ardhmen e saj, jo për një koalicion që të ndihmojë ata që duan t'i kthejnë rojet e urës në veri, që duan të kthejnë Serbi në veri, e xhbesa edhe në jug.